Karanja, si ish prokuror, si e vlerësoni mënyrën se si është hetuar çështja e 21 janarit ndër vite? Ku ka dështuar drejtësia? Duhet të kemi parasysh që çekimi i veprimeve të prokurorisë gjatë kësaj faze është bërë nga gjykata. Pra është gjykata ajo që vendos, sepse prokuroria ngre akuzë, është gjykata ajo që vendos nëse veprimet janë apo jo të lishme. Dhe konstatojmë në rastin e 21 janarit, konstatojmë kemi dy vendime. Kemi një vendim të gjykatës së Strasburgut, që thonë të hetohen të bëhen hetime të plota dhe shtëruse, dhe kemi një vendim të gjykatës së lartë të Republikës së Shqipërisë që thotë që duhet të hetohen zyrtarët e lartë. Pra, nisur nga këto vendime, konstatojmë se nuk janë hetuar zyrtarët e lartë në lidhje me këtë çështje. Ç'kuptojmë me hetim? Të kryen veprime hetimore në lidhje me zyrtarët e lartë për të bërë hetime shtëruse. Këto fakte janë konstatuar nga gjykata e Strasburgut dhe nga gjykata e lartë. Sipas jush, a është bërë ndonjëherë një hetim i plot dhe i pavarur për zinxhirin e përgjegjësisë? Fakt i cili e shpjegova edhe më parë, gjykata e lartë ka konstatuar dhe gjykata e Strasburgut nuk është bërë një hetim i plot. Dhe i gjithashëm, për shkak se prokuroria e rrethit gjyqësor Tiranë ka qenë e jurisdiksionit përgjithshëm, ka hetuar ata që ka pasur në jurisdiksion për hetimin e zyrtarëve të lartë, sipas ligjit të kohës, konform në 141 të Kushtetutës, kompetent ka qenë prokuroria e përgjithshme, e cila nuk ka bërë detyrën. Në atë kohë duhet ishte hetuar zyrtarët e lartë nga prokuroria e përgjithshme. Defekt i cili konstatuar tashmë vonë nga gjykata e lartë. A ekziston sot rrezik penal për ish-kryeministrin Sali Berisha lidhur me 21 janarin? Duhet kemi parasysh diçka. Në bazë të detyrave të lëna nga gjykata e lartë, rezulton se duhet kryer shumë veprime hetimore në lidhje me hetimin e zyrtarëve të lartë, të cilët nuk janë bërë në vitin 2011 nga prokuroria e përgjithshme konform në 141 të Kushtetutës. Mendojmë që mas bërjes së veprimeve hetimore, prokurori do marrë dhe vendimin përkatës, duke qenë se kam qenë dhe prokurori i çështjes, pavarësisht për 20 ditë që aq sa kam qenë, nuk mund shprehemi me një opinion në lidhje me këtë çështje. Por provat dhe hetimet shtëruse është detyrë e prokurorisë që ti marrë, pra të marrë provat në mënyrë shtëruse, duke përfshirë edhe protagonistët e asaj ngjarje. A ekzistojnë prova të reja që mund të rihapin ose thellojnë hetimin e 21 janarit? Provë re, po të kemi parasysh, është kaseta, audio kaseta më saktë, e depozituar në SPAK nga gazetari Artan Hoxha. Para pardje, gazetari Artan Hoxha depozitoi kasetën origjinale me cilën është bërë përgjimi. Jemi në pritje të aktit të ekspertimit, i cili do jap dhe një përgjigje shkencore të kësaj audiokasete. Pra kemi një provë e cila është marrë në bazë është marrë nga gazetari Artan Hoxha. Sa reale dhe sa e shndrueshme është mbështetja amerikane dhe ndërkombëtare për SPAK-un? Mendoj që mbështetja amerikane për SPAK-un është shumë e madhe. Mbështetja e SPAK-ut është për sa i përket kemi mbështetje qoftë financiare, qoftë në trajnimin e kuadrëve të SPAK-ut. Mbështetja do vazhdoj, SPAK-u për amerikanët është një institucion i besueshëm. Edhe për Bashkimin Evropian kemi të bëjmë kemi mbështetje për SPAK-un. Jemi në pritje të rezultateve pozitive. Bazuar në dinamikat aktuale, a mendoni se do të ketë arrestime të tjera të figurave të nivelit lart politik? Duhet kemi parasysh masat e sigurimit vendosën kur kemi një çështje penale. Nga denin dhe çka ka rrjedhur në media, rezulton që janë shumë çështje penale të cilët po hetohen nga ana e SPAK-ut. Jemi në pritjen të procedimeve, por tash jo gjithmonë do procedohet me masë sigurimi në arrest burg. Mund të kemi edhe procedime në gjendje të tjera. Pra rast mas rasti, për mua kryesore është që çështjet penale, dosjet e vjetra të SPAK-ut të mbarojnë sa më shpejt sipas mënyrave të parashikuara në kodin e procedurës penale. Kur ka vend për pushim çështja penale duhet përshohet, kur ka vend për ngritje të akuzës, prokurorët e SPAK-ut do procedojnë. Pas mendimit tënd, zoti Karanja, si e përjeton një prokuror presionin politik në praktik? Dhe a ju ka ndodhur juve ndonjëherë të ndjeni presion ose ndërhyrje në çështje konkrete? Presion ka, presioni është verbal, po të keni parasysh nëpërmjet deklaratave publike të zyrtarëve të lartë. Por kjo s'do të thotë që të cënohet ushtrimi i ndjekjes penale. Ndjekja penale duhet të ushtrohet mbas ligjit. Kur prokurori respekton Kushtetutën dhe ligjet dhe nuk i ka rarë asnjë personin qafë o ka ngritur një akuzë pa drejt,
duhet të rezistojë. Puna është e tillë që për shkak të cënimit të interesave, për shkak ngritjes të akuzës, cënohen interesa ekonomik të segmenteve të caktuara. Presioni është, duke pas parasysh deklaratat politike që i shef gjithë opinionit publik, se për shkak të ligjit, prokurorët dhe gjyqtarët nuk mund të bëjnë reagime publike. Duhet reagimi më i madh nga KLP-ja, KLG-ja dhe Inspektoriati i Lartë i Drejtësisë, kur është diçka pozitive kohët e fundit që kemi është formuar dhe shoqata e prokurorëve kur ka dalë një drejtues i ri. Mendoj që shoqata do jetë diçka aktive, domethënë në mbrojtjen të drejtave dhe të prokurorëve të Republikës së Shqipërisë. Nëse sot do t'i drejtoheshit publikut si qytetar dhe jo si ish prokuror, çfarë do t'i thoshit për drejtësinë në Shqipëri? Të shpresoj apo të dyshoj? Të shpresojmë sepse nga reforma në drejtësi, siç jemi në djeni, është shkatruar sistemi gjyqësor. Gjyqjet, për shembull, po të kemi parasysh deklaratën e kongresmenit amerikan në Kongres, Keith Self, i cili tha që reforma në drejtësi ka nisur me 16.000 dosje të bardhur dhe tash ka arritur 200.000, kjo është një alarm, është një këmban e keqe për qytetarët shqiptar. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë më sistem drejtësie dhe gjendja sapo vjen dhe po përkeqësohet. Jemi në shpresë të gjejë një zgjidhje ligjore për sa i përket afatit të arsyeshëm të mbarimit të çështjeve dhe të afrimit të profesionistëve. Citoj deklaratën e kryetarit të Gjykatës Lartë, i cili tha gjyqtarët duhet të kenë duhet të shohin vendime, duhet bëjnë vendime më cilësore nga pikpamja profesionale. Kjo është shumë e rëndësishme. Pavarësisht se është zhvonuar drejtësia, qytetarët shqiptar duhet të kenë drejtësi të cilat të jenë vendime cilësore dhe të bazuara në ligj. Jo vendime dobta të pa arsyetuara dhe që cënojnë liritë dhe drejtat e njeriut. Zoti Karanja, faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën.